po themi që ekzistojnë disa njerëz apo një shoqëri e caktuar që udhëheq një program dhe ne jemi brenda atij, duam apo s'duam. Ka lidhje kjo me njeriun më të pasur të botës? Sigurisht, ai është një ndër fundamentalistët e kësaj gjëje, por nuk është i vetëm dhe nëse e marrim në aspektin e evolucionit, ne duhet patjetër ta kalojmë këtë stad për të kaluar, domethënë, në nivelin final. Domethënë, gjithmonë ka një nivel evolutiv dhe destruktiv dhe pa kaluar këtë ne nuk kalojmë në një stad tjetër. Do ta marrim domethënë si autodestruksion të qenies, që ka një lloj ndërgjegje tjetër, duke kaluar në një ndërgjegje pak më të kontrolluar. Dhe nuk është fort e mirë për njerëzit tradicional, thash që ecin me një sistem pak më që duan të jenë të lirë, duan të kenë to kontrolle. Se thonë mediat që do ndryshoj ekonominë botërore? Ekonomia, vetëm për shkak të vlerës monetare apo? Nëse ne do përdorim vetëm makinat elektrike, çdo gjë të tillë, nafta nuk do jetë më si element kryesor për lëvizjen apo për të gjitha këto dhe do ndryshojë ekonomia për fat keq mbase në popujt apo në vendet ku ka naftë. Arabinë Saudite do ta groposte. Do ketë probleme sepse ata do duan që të mbase dhe të vinë dhe të jetojnë në Europë, sepse do jetë një problem për ta të jetojnë atje pa të ardhura që i kanë pasur deri më sot. A janë këto elita Illuminati? Nuk e di tani. Ata që bëjnë këto agenda, ata që përfitojnë? Tani, fjala Illuminati është përfolur dhe është interpretuar dhe keq interpretuar disa herë. Dhe për fat keq njerëzit mendojnë që Illuminati është ai që shkatron, ai që i ndërton gjërat dhe i bën nga e parë dhe pastaj i prish, domethënë sikur e kanë vetëm ata në dorë. Illuminati kanë dhe një fuqi më shumë se është çdo qenie që ruan në thelb nivelin e inteligjencës që ne të gjithë lindim me të dhe që ka aftësinë që ta avancojë apo ta perfeksionojë edhe më mirë. Tani se kush përzgjidhet si i tillë apo se kush përbën këtë shoqëri dhe çfarë vendosin ata, nuk besoj se është në të keq të njerëzimit, sepse ndryshe do ishim shkatruar gjithmonë. Por në çfarë? Nuk do kishim. Nëse s'është në të keq, në të mirë të tyre? Atëherë ne duhet të kalojmë disa stade evolimi, po të shikojmë qoftë edhe natyra na tregon, qoftë edhe fizika e thjeshtë na tregon që nganjëherë duhet të tunden gjërat në mënyrë që të dalë jashtë ajo çfarë është e tepërt apo çfarë është e keqe. Dhe këtë pak a shumë her pas here bota shkundet dhe nuk ka pasur ndonjëherë paqe.